Kënë detën e zi, kush dhe pse? Shiko, sa po më mbërrin lajmi, që shumë i rëndësishëm. Tjetër lajmë këtë? Duhet të them, po, që është goditur gjithashtu edhe centrali për prodhimin e energjisë bërthamore civile dhe pasurimin e uraniumit në Isfahan. Në? Isfahan, pra në Iran. Në Isfahan? Isfahan. Isfahan, thuhet? Po, në zonën e Pse, është tjetër kjo? Jo, në plotësim të asaj që po themi. Po, është njëti central? Jo, është një central tjetër, pra po vjen një informacion më tepër që përtej kësaj është edhe centrali për pasurimin e uraniumit. Pra kanë goditur... është central pasurimi uraniumi kjo, apo bërta, se ti the është bërthamor, the? Por pa bërthamor, po uraniumi... Dakord, jo civil, thua ti? Apo civil është? Përdoret dhe për civil dhe për civil. Dhe është goditur tani? Po. Ajo para një ore që është goditur, një nga impjantet, pra në plotësimin e lajmit parë, është... Në Isfahan? Në Isfahan. Sa largë është Isfahani nga Teherani? është nxjerrë hartën, ta nxjerrë aty, domethënë. Ore, më thoshe një miku im sot kulla, para se më thuar që është kjo sulm me dron ndaj anijës turke, ndaj qistenës turke, thoshe një miku im sot kulla, që është shumë i mirë, po që nuk do të identifikohet asnjëherë, thoshe, tamam, kjo nuk është luftë. Kjo është lojë me, pasojë këto lojrat që luajnë të rinjt, ose edhe të moshuarit. Xbox, PlayStation. PlayStation. Po me PlayStation, po me shumë të vrarë. Nuk ka shumë të vrarë pa kulla, kjo është. Ku janë më kulla? Ka të vrarë. Në Iran ka rreth 5.000 vrarë. Edhe në Izrael ka shumë të vrarë, por nuk është publik. Tani kulla, mund të relativizojmë pak, kur themi shumë dhe pak, se në Iran me 90 milion banor, 5.000 nuk janë asgjë, apo ti je dakord me mua? 5.000 vrarë për një muaj janë shumë, çon, se janë shumë. Me gjithë të bombardime du të ishin më shumë. Po mirë më njerëzit futen në për bodrume, në për tunelet dhe nuk është se... Nese, nuk po qëllohet ajo popullsia civile tani, Nikola, përveç ati... Sulmi parë në një shkollë janë vrarë 160 fëmijë. E tham pra ato, e tham. Ajo du të jetë o gabim, nuk ka qenë me qëllim. O gabim o me qëllim ka qenë qatë? Edhe nuk ditë kush e ka bërë, se po të ishte... Edhe në Izrael ta, nuk se kanë goditur ashtu, kanë goditur me... Nese, jetë dakord e muaj që luftë e vërtet është ajo me trupa, oba, kur hinë trupa. Lufta e vërtet është ajo me trupa. Për momentin kjo është lloj luftës dhe numri i vrarëve është goxha i madh, nuk është i vogël për duke llogaritur. Okej, sulmi me dron ndaj qistenës turke det në Zikulla. Dim që? Ky është një lajm shumë interesant. Kur ka ndodhur kjo? Ka ndodhur datën natën mes datës pardje. Pardje. Edhe ka ndodhur, është një anije që transportonte gati 250.000 fuqi. Po që në detin e Ziva? Pse është godit detin e Ziva? Kishte nisur nga një port rus me flamur turk, për të kaluar në detin Mesdhe, dhe është një nga ato anijet e flotës në hije ruse që tregton naftën ruse në përbot. Ka një numër të madhë... Po shtë më thënë hije? Ka një numër, këtë po mundohem të shpjegoj, ka një, duke qenë që flotat ruse janë... Shënjestruar, apo? Shënjestruar, një dhe dyta, duke qenë që pjesërisht nafta ruse është në embargo, atëre ka një luft, madje para 2 javësh pati një goditje poshtë Sicilis, mes Sicilis dhe Tunizis të një anijet të tillë. Dhe kjo ka ndodhur në ujërat territorial të Turqisë, 25-26 milje nga Turqia, madje turqit kanë reaguar shumë egër për këtë gjë, pasi është goditur salla e motorëve tani, për fat të mirë asnjë nga marinarët nuk ka vdekur, anija është tërhequr nga rimorkjatorët turk. Kjo është foto reale e goditjes? Dhe është futur në port. Po ndërkohë është verifikuar nga burimet e ushtrisë forcave të armatosura, forcave detare turke, që është goditur me dron ujor, dron detar që janë të njëjtë si dronët që përdoren në gjirin persik, pra në ngushticën e Hormuzit. Iranian është? Jo. Është dron. Nuk është iranian? Mendohet që është dron Ukrainas. Dakord. Ukrainasit kanë prodhuar shumë dron vitet e fundit për shkak të luftës. Njëshe janë ata po? Me teknologji britanike. Madje sot presidenti Ukrainës ishte në Arabi Saudite për t'i ofruar sauditëve teknologjinë e tyre të mbrojtjes me dron nga dronët iranian. Në rastin konkret flasim për dron ujor, të cilët mund të komandohen, mund të jenë autonom. Pra këto dron janë, si me thënë, skafet shpejta, cilët mbajnë eksploziv brenda, të cilët mund të komandohen me GPS, me remote control, pra nga larg, por mund të jenë dhe totalisht autonom nëpërmjet inteligjencës artificiale.
Dhe turqit janë shqetësuar shumë sepse thonë që nëse ju do të na bëni këtë gjë, pra në luftën Rusi-Ukrainë, në ujërat tona do të na bllokoni praktikisht Bosforin, dhe në këtë moment që tregjet po çmenden për shkak të naftës lëndës parë, dhe ki parasysh që kur flasim lëndë parë nga Ukraina dhe nga Rusia, flasim edhe për drithrat që është shumë e rëndësishme. Sigurisht. Dhe rrezikojmë edhe bllokimin e Bosforit. Ky është sulmi i parë për i vërtetës pas 4 vjetësh luftës mes Ukrainës dhe Rusisë në ujërat territoriale turke, pavarësisht se Po pse mes Ukrainës dhe Rusisë? Ti thua që ukrainësit e kanë sulmuar sepse kjo ishte ruse? Kjo ishte anije. Po pse ishte me flamurin turk atëherë? Sepse në këtë moment ka një pjesë e madhe e flotës në hije ruse, po përdor flamure të vendeve tjera, dhe këtu kemi të bëjmë me një anije që ka përdorur flamurin turk, po në muajin janar është ndaluar në portin e Barit, në Brindis, in fakt, në Itali, një tjetër anije me flamur turk, po që anije turke me flamur turk që po transportonte mallra për industri pra ruse. Dhe duket që mendohet që janë shërbimet britanike nga mbrapa, dhe duket që ka një listë me anije që kanë ukrainasit në dispozicion, dhe cilat po i godasin. Me dron? Me dron dhe me mjetet e tjera, po në rastin konkret e kemi të verifikuar që është goditur me dron. Dhe Moscow Times? Me dron detar. Unë nuk kam burimet ruse, po kam burimet turke dhe të qeverisë turke. Dhe qeveria turke ka reaguar ashpër pikërisht për shkak të faktit se ka verifikuar që është goditur me dron ushtarak detar. Dhe turqit kanë shqetësime e madhe dhe kanë thënë që ne do nxjerrim luftanijet, pastaj do bëhemi pjesë e luftës në det, për të mbrojtur pikërisht transportin detar dhe ngushticën e Bosforit, se nëse hapet kjo luftë i bie që të mbyllet Bosfori, dhe kriza Po pse mbyllet Bosfori o kullat, sepse duhet të kuptojmë mirë tani këtë punë. Që të ruajnë anijet e tjera, sepse nëse kemi dron detar, cilët mbushen me eksploziv. Po ku është godit kjo? Në çfarë zonë është goditur? 25 kilometra nga Stambolli. Që të më thënë, sa larg Bosforit është? Është 25 kilometra, 30 kilometra larg. Po Bosfori është Stamboll në fakt. Te ura. Po. Pa hyrë nga deti zi, pa hyrë. Po mirë, ti thua janë britanikët mbrapa që e kanë për të goditje? Jo, tash janë britanikët, tash janë ukrainasit, po cilët kanë përdorur dhe kanë ndërtuar teknologji detare, pra me dron detar, ushtarak, me teknologji britanike që 4 vite përpara që kur ka filluar lufta. Kujtoj këtu që ukrainasit bën një goditje detare para 3 vitesh dhe goditën dhe fundosën anije më të madhe luftarake deri në atë kohë të rusëve, që ishte luftania e madhe Moskva, pikërisht në detin e zi, në ujërat që diskutoheshin mes Rusisë edhe Ukrainës. Po kjo është herë e parë që kemi goditje të një anije në ujërat turke ose gati në ujërat turke, sepse ka 2 pretendime, një që ishte në ujërat ndërkombëtare akoma, apo një që ishte në ujërat turke. Turqit kanë deklaruar që ishin në ujërat turke dhe goditja është bërë në ujërat turke, gjë që ka caruar. Turqit kanë qenë shumë qartë edhe me ukrainasit edhe me Rusinë, dhe ka thënë që nëse ju do ta spostoni luftën këthe, ne do ta mbyllim fare Bosforin, se rrezikojmë trafikun detar në territorin tonë. Pern, Ilir Kulla, para se të ndrojmë fabull, dhe të bëjmë një pauzë, do të japësh përgjigje një pyetje inteligjente që më vjen këtu për ty. Patjetër. Është takuar Erdogan me Larry Fink. Larry Fink, i cili është numri 1 i BlackRockut, administratori, le të them. Më thonë, pyete pa Kullën Zovjetçani se ai ka qef BlackRockun. Pse janë takuar? A lidhet kjo me bombardimin e porteve ruse në Ust, Luga dhe Pokrovsk? Pse po bëjnë kështu lloj goditjesh ukrainasit tani që çmimet janë lart? A nuk e rrit më tej çmimin kjo? Po sigurisht që rrit më tej çmimin. Si i përgjigjesh? Shiko, e para një herë pse janë takuar Erdogani me... Janë 2 gjëra ndryshme. BlackRocku është një nga fondet më të rëndësishme në botë, edhe është fondi... Me Larry Finkun. është fondi më rëndësishëm amerikan për momentin. Është një nga më të rëndësishmet, po për momentin është më rëndësishme, dhe është fondi i cili ka investuar shumë në lëndet e para dhe burimet energjetike, por edhe në këto mineralet e ralla në lidhje të Ukrainës që janë në territorin rus. Pra duket që ka një interes të shtuar të BlackRockut dhe të gjithë sistemit financiar botëror për atë që ndodh
në detin e zi në lindjet Ukrajinës, që duhet të vlen të përmendim gjë që është më e rëndësishme e gjërave. Që burimet energjetike që janë gjetur nën detin e zi, janë më të rëndësishme në të gjithat mesdheut. Dhe kjo lufta, e kemi thënë dhe herë tjetër, kjo lufta që po ndodh, e kemi thënë që kur ka filluar lufta në Ukrainë, kjo lufta që po ndodh mes Ukrainës dhe Rusisë, në fakt është lufta për kontrollin e detit zi. Dhe nëse ty të kujtohet, veprimet e para të Rusisë ishin pikërisht që shkonte të merrte gjithë kontrollin e detit Azov dhe të dilte deri afër Odesës. Sot Odesa është i vetmi port nën kontrollin e ukrainasve dhe 3 shtetet më të mëdha me dalje në det në... I dëgjon alarmet? Po, gjë. Dëgjon Ledio? Po godit Izraeli. Ndërkohë Ledi mund të ndihmojë këto momente se të fusi ato pamjet live nga Tel Avivi, nga këto. Ledi fuçi pamjet live, lutem, ja. Rocket Attack thot. Rocket Attack Sher Binyaim Industrial Zone thot. Shar Binyaim Industrial Zone, çdo më thon. Shar Binyamin Industrial Zone. Në zonën industriale Shar... E shkon sa pak dëgjohet? Do të thonë dëgjohet si larg, nuk dëgjohet tu afër. Nuk e di atë del, a futet në ekran. S'di a futet në ekran se e kupton, nuk e merr mikrofoni. Nuk futet në ekran është. Futet? Jo. Nuk futet pra. Tani mua sa më kam rritur një lajm që thotë që pikërisht si rrjedhoje e sulmeve, në Izrael ka patur 5492 të plagosur nga fillimi i sulmeve akmarrëse të Iranit, në cilët 116 vazhdojnë janë akoma në spitale. Në gjendje kritike janë 16 dhe 24 tjerë listohen si të moderuar dhe 74 me lëndime të lehta. Vetëm 24 orët e fundit, duke futur këtu edhe luftimet që janë mes Iranit, mes Hezbollahut dhe ushtrisë izraelite në jugun e Libanit dhe në veriun e... Edion, thiri ato urgjent. Janë dhe 261 viktima. Kjo në plotësimin e asaj që po thonim më përpara. 5000 cat plagosur. Po, 5600 cat plagosur. Ndërkohë, Kulla, për ta ezauruar, për ta shtëruar, nuk më the, e para njerë, ma imagjino pak takimin Erdogan me këtë Leri Finkun e Black Rockut. Besoj që po flasim për burimet energjetike në jug të detit Mesdhe, aty në kufi me... Jug detit Mesdhe? Po, aty në kufi me Greqin, ku janë burimet e mëdha energjetike që ka zbuluar Turqia diku afër Çiprës dhe për burimet energjetike në detin e Zi. Por këtë po flasim, nuk ka lidhje me Iranin. Jo. Okej, ndërkohë... Fondet financiare parashikojnë të ardhme, nuk merren me... Bezra, Shefaim, po godi Izraeli tani në mënyrë të tmerrshme, po unë nuk e di pse Ledio e shkret, ndoshta s'ka faj se jemi live, nuk po na nxjerr dot ato kamerat, se ai ka. Ledio si më dëgjove? Ledio si ti nxjerrë? Jo, pra nuk i kam, po i gjej ndërkohë. Ua. Pas ka qenë keq kuptim atë. Unë mendova se i kishim me ato. Mendova se i kishe gati, domethënë. Vazhdojnë Kulla, shiko, Rocket Attack. Zrahia, Ejal, Bnedor, Herut, Tifa. Janë qendrat e banuara që po goditen. Ua, gjuna që i humbëm. Mos, kjo ishte gabim nga ana jonë. Ne do të kishim si akmarrja e saj që ka ndodhur një orë përpara. Ua, kjo para është akmarrja. E kuptoj se gabimi bëm ne sot. To i kemi live. Pa kujdesi totale. O sa gjuna më vjen. To i kemi live. O sa gjuna ne duhet të kishim live këto tani. Po si kemi çam bën shenjë, se kuptoj fare. Ja më Arian do t'i kesh për sekonda, po. Nuk e kam me ty, më jo. Nuk kishe informacion që do kishim goditi live. Po e tham pra që do... Jo, më jo, nuk është puna atje. Duhet ta kishe ti gati atë dhe nuk është faji jote, kupton, do kishe gati ti paf ta plasje. Kështu që konfigurimi i kësaj është që negociatat u prishën nga... Nuk ka rënë akoma, janë nisur tani. Konfigurimi i kësaj që po themi është që... Negociatat u prishën. Negociatat për momentin janë prishë si përjetoj i fillimit të sulmeve. E asaj që kishën fillim. Po. Ndërkohë që po presim Ledion që kërkojnë ndjes se nuk dua ta stresoj tani, se nuk është faji ti në fakt. Do të kishim bërë gati atë linkun që ta fuste Ledio direkt. Sa i natë, më vjen për gjëra kaq të vogla na ikë emisioni për leshmër, por kjo ishte pjesa më e bukur e emisionit, e kupton? Pa sa i natë më vjen për. Por një pakujdesi, e kupton? Shiko çani. Kishim zgjedhë gjëra të vjetra shumë atje, sa atje sot kishim bërë këtë vetë. Lufta live i ka këto gjëra. Ore Kulla, dëgjoj një sekond molla. Nuk më the. Mund të më thuash molla, sepse shiko, pyetja është ky thuaje molla Zelenski. Po.
Ka shku në Arabi Saudite sot. Mi pa rregull, po ky tani është bërë super i fuqishëm, po këtë nuk e ndalon dot më askush. Për çfarë? Po e ke vënë re që ka filluar ka një përhapje këtu sulmeve gjithandej vëlla. Pra po i bie centraleve asaj portit, po i ra portit në Rusi para 2 ditë. Po çështja është ja ku e ke sulm. Çështja është çapo ndodh aty në Ja na nxjerrë Ledio në ekran. Live stream events. Ja këtu të japim Ledios në gjithmonë. Është gabim i madh. Thuaj ta lëm mbrapa ne Ledio këtë linku do ta kesh gjithmonë ti plak. Edhe po harruam ne ta sjellim. live streamin. Duke qenë që se kemi dot nga Irani, ta kemi nga Izraeli. Se kjo për një rast na duhet, e kupton? Sa po të ndodhi. Sa po ndodhet do futesh në ekran, Sa po ndodhi shpërthimi do i kemi gjithmonë. Ja, ku jemi në Karmel. Karmeli është... Problemisht që ne këtu shohim do ta nxjerrin në ekran ajo. Jemi afër Haifës. Karmeli është një zonë ku jetojnë hebrejnë shqiptar, çan. Është një qytet mbi Haifa. Ka hebrejnë shqiptar atje? Po. Tje jetojnë familjet hebraike shqiptare. Tel Aviv më jemi. Jo, jemi në Karmel. Atje është Tel Aviv. Aty në Tel Aviv, mbrapa jemi në Karmel. Karmeli është atje poshtë. Po. Ja sa të na nxjerrin në ekran Ledio. Aty jemi në Jeruzalem, edhe aty jemi në Karmel. Në Haifa ndodhet edhe një nga rafineritë më të rëndësishme të Mezeut, që është rafineria e Haifës, e cila është goditur disa herë këto ditë. Pra ti thua tani Zelenski nuk ndalon më askush. Jo, unë nuk thash këtë e the ti. Jo, po sepse unë këtë shoh pra, që ka një... Jo, shoh që Zelenski edhe atë humbjen e territoreve që po i ndodhin lindje dhe avancimin e trupave ruse, e ka zëvendësuar me ndryshimin e strategjisë duke bërë sulme diversionistike, të cilët ka ndryshuar strategji dhe është një gjë inteligjente duke përdorur shërbimet e inteligjente. Po kjo nuk do të thotë që situata në front ka ndryshuar. Duke qenë që situata në front ka ardhur duke u përkeqësuar, ata po përdorin një strategji duke u munduar nëpërmjet shërbimeve inteligjente të godasin objektivat tregtar rusë dhe objektivat ushtarak apo energjetik ku të munden. Sigurisht që kjo gjë në kushtet që jemi nuk e se ndihmon tregjet destabilizohen më tutje dhe ja mbrapa ke Haifën. Tani janë shumë këtu. Po. Tani kjo është po. Kjo është këtu janë shumë. Tu kemi veriun e Izraelit, Jeruzalemin, Haifa... Kemi aeroportin e Ben Gurionit, kemi veriun e Izraelit, po nga veriu e Izraelit vinë raketat që vinë nga Libani. Nga Libani, po. Dhe aty kemi kufirin mes jugut Libanit edhe veriut Izraelit. Pra ati është jugu Libanit ati, ajo kamera i shofim atje. Ajo është jugu Libanit. Ja doli në ekran, bravo Ledio je i madh. Ku ka... Tani këtu ne po ta lëm këtu, ka rrezik kapim në një gjë kulla. Sigurisht. Sa minuta duhet vinë ato nuk dihet gjithse. Na i bërë një emision tjetër kjo. Kur të mbërrin. Ato janë nisë për turizm nga Irani apo jo? Kur të mbërrin. Sa mund të duan më kulla? Ato zakonisht duan varet nga lloji rakete, nëse ka nisur dronët duan më shumë kohë, nëse ka nisur raketa ato për 20 minuta maksimumi 30. Dhe sa dronët duan kohë, duan orë. Sigurisht. Jo do orë, po duan kohë. Se dronët janë dhe problem. Sa kilometrash? Jo, është larg. Rreth 2000 kilometra. 2000 kilometra. 1500-2000 kilometra. Varet ku mbërrin, a kupton? Larg, por raketat iraniane kanë mbërritur çdo ditë dhe ne do shohim, me siguri do shohim vetëm Arrow 3, po ki parasysh një gjë që këtë Air dhe Thed dhe Iron Dome. Këtë pamjen, TADI, sistemi TAD që tham, këtë pamjen që ne shohim, e shohim vetëm nga Izraeli, për shkak se Izraeli është shtet demokratik dhe informacione ka publik. Informacion, se nga Irani nuk shohim. Në Iran, informacione shqiptare. Shohim vetëm ato që japin amerikanët. Edhe ato që japin vetë iranianët, po që japin agjencitë shtetërore iraniane me qëllimin e propagandës. Ora është 9:48 minuta e darkës, ne do të jemi live me Ilir Kullën, si çdo të prente, kënaqësi, dhe po jetojmë, në fakt jemi dëshmitar, po përjetojmë historinë live. Se ky është moment historik, do kujtohet, është një nga luftrat, po themi, si kjo luftë o kullak. Luft high definition. Kur ka pas për të fundit si kjo luftë? Jo si formë. Flas kaq të, se thuash, kaq të rëndë dhe ka krijuar kaq shumë panik. Mban mend ti? Ka patur para një viti kur bë sulmi lufta dyjavore mes po nuk ishte kështu më duket. Jo, ishte sepse ishte shumë më e shkurtër dhe shumë, si më thënë, e kontrolluar. E kontrolluar. Se shef në jugun e Libanit shifen raketat që godasin mes ushtrisë izraelite dhe Hezbollahut. Po i shefti? Po i ke mbrapa. Tani po i shoh. Po jo, ato nuk janë raketa, ato janë këto anti-air. Po për këto atëherë, po këto të voglet. Anti-air. Po,
Janë Liban këto, apo jo? Po, në malësi aty, sepse ajo zona aty është e gjitha malë. Po, fani sekund tani. Dhe më thënë, edhe Libani ka këshu, ka sistem anti-ajër kundër raketave? Jo, janë izraelitët Janë izraelita që po mbrohen. Po, janë izraelitët që godasin dhe Hezbollahu që godet me raketa nga atje në veriun e Izraelit. Për të po shumë ne raketa që punisen nga Izraeli, apo janë këto... Mund t'jenë edhe kështu dhe ashtu. Po jo, po ku jemi këtu, pra? Ku jemi të kështu këto? E ke në Kiryat Shimona në aty. Iqe, na me koda i titulli shumë. Në Liban. Nuk shofim gjë, kemi Në shumë. këtë moment ne kemi para kamerës Tel Avivin, kemi Damaskun, kemi Kfar Oranimin, kemi bregu perëndimor që shkojnë makinat, kemi Ashkelonin Izrael, kemi Haifën që është e qetë bregdetin e Haifës, kemi Haifën Malin, kemi kufirin Safet, kufirin Izrael Liban. Kjo është panorama që kemi në këtë moment live dhe kjo është vetëm falë teknologjisë sotshme dhe satelitëve, se po mos jenë satelitët, kjo gjë është e pamundur. Këto janë me kamera në fakullan, nuk është se ka satelit, këto janë kamerat vendosura. Po pra kamerat e vendosura, ne si shkojmë, pra nëpërmjet satelitëve, se si shkojmë. Jo, normal. Dhe kështu... Pa kemi shumë këtu prak. Po sigurisht, kemi shumë sot. Kemi pjesë të ndryshme të territorit. Kemi në jug, kemi... Kjo është West Banku. Kjo është në Ramallah, kjo është në kryeqytetin... Se, West Banku është Ramallah? Po, Ramallah është bregu perëndimor ku jetojnë palestinezët. Jo në Gaza, ja aty është shef, aty është normal. është në Cisjordani? Po, në Cisjordani, po. Po, dhe tani këtu, jetojnë dhe Izraelit kula në Ramallah? Jo? Qarë perle, mund të më thua qa është kjo tani që ta them unë? Qa është kjo? Kush? Jo, po shdo me thënë. Mesazh. Po mesazh ku? Okej, karose. Ej, ora është 10 pa 10, zënë e zotrinj, ledjo mos mik, mbaj ati atë, po mos i këto, para se të kalojmë me kullën tek në Liban, bëmi gjiron Dorelan. Në Dorelan, ndërkohë zënë e zotrinj, kemi lajme nga Dorelan, i jepi ledjon, Dorelan, ikim bë një gjiro, se të dhe në fund të muajt, i bie data, sa është sot, 27.